Fruthi është një nga sëmundjet mëngjitëse dhe mund të shkaktojë pasoja serioze për shëndetin, si pneumoni, encefalopati dhe në raste ekstreme humbje jete. Pas rasteve të shtuara me fruth në vendin tonë, por edhe në të gjithë Europën, Ministria e Shëndetësisë ka bërë thirrje për vaksinimin e fëmijëve. Përmes një video të shpërndarë nga Ministria e Shëndetësisë Albana Koçiu, thekson se fruthi është një sëmundje ngjitëse që mund të ketë pasoje serioze për shëndetin e fëmijëve dhe vaksina është e vetmi mburojë e sigurt për ta parandaluar. Vaksinimi shpëton jetë. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik apelojnë për rëndësinë e kryerjes së vaksinës kundër fruthit, një sëmundje ngjitëse që mund të ketë pasoja serioze për shëndetin e fëmijëve. Vaksina është e vetmja mburojë e sigurt dhe efektive për të parandaluar përhapjen e fruthit dhe për të mbrojtur jo vetëm fëmijët tanë, por edhe komunitetin. Prindër, sigurohuni që fëmijët tuaj të jenë të vaksinuar në kohën e duhur, shkruan ndër të tjera Koçiu. Ndërkohë në video ekspertja e shëndetit publik Rovena Daja është shprehur se nevojitet mbulesë vaksinale mbi 95% për të evituar shpërthimet e fruthit. Sipas saj, vaksina ndaj fruthit është e sigurt, efektive dhe nuk shkakton autizëm, duke hedhur poshtë teoritë e gabuara që qarkullojnë përreth saj. Fruthi është një nga sëmundjet mëngjitëse. Nevojitet një mbulesë vaksinale mbi 95% për të evituar shpërthimet nga fruthi. Raste të rritura me fruthin jo vetëm në Shqipëri, po dhe në të gjithë Europën, lidhen pikërisht me rënien e mbulesës vaksinale. Prindrit hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre për shkak të teorive të autizmit. Ndërkohë këto janë teori të gabuara, të cilët nga studime të shumta në të gjithë botën kanë rënë poshtë. Vaksina ndaj fruth rubeol parotitit është një vaksinë e sigurt, një vaksinë që nuk shkakton autizëm dhe shumë efektive. Ekspertja e shëndetit publik bën thirrje për vaksinimin e fëmijëve, duke theksuar se pasojat nga kjo sëmundje mund të çojnë deri në humbje jete. Vaksinoni fëmijët tuaj sepse fruthi është një sëmundje shumë ngjitëse, që mund të japi encefalopati, që mund të japi pneumoni, mund të shkojë dhe deri në humbje jete. Vaksina aplikohet në 2 doza. Doza e parë në moshën 1 vjeç dhe doza e dytë në moshën 5 vjeç. Konsultoni me mjekun tuaj dhe vaksinoni fëmijët. Vaksinoni duke besuar.